Kur dëgjove për të parë për gjyshin tënd që kishte firmosur pavarësinë? Vonë shumë, nuk e kam ditë kur kam bërë biografi që kam bërë shkollë, nuk e kam vu. Në cili vit, më thuaj, në cili vit mësove që gjyshi yt kishte firmosur proklamatën e pavarësisë? Me thënë drejtën, mas i kam marrë në Amerikë. Qa thua më? Po. Pas 1990 ti ke marrë vesh që Xhelal Bejko Prënska, gjyshi yt ka firmos pavarësinë? Po, më shef, nuk më kanë thënë. S'ta ka thënë askush? Ja. Edhe unë biografinë që kam bërë, që në për shkollë, se kam kënë një institut, kam marru matematikë, fizik, një inxhenieri kam kënë, se kam vu... Ti ke marru inxhenieri këtu? Inxhenieri në Shkodër, kam bërë 3 vjetë, më kanë përjashtuar. 3 vjetë instituti? Pse? Po, për punë të biografisë. Vetëm për biografi? Po, po. Se mos ka bërë një qapë këllë këtë? Ja, absolutisht. Jam rrujt unë ashtu, Je rrujtur, jam rrujt se unë do kisha hynë për ma përpara. Po, King, më pëlqen shumë, më pëlqen portreti këti. Foto tjetër. Ja, do të qojmë sepse për gjitha ta dhe do të tregoj. Ja, kjo këtu. Ja, kjo është. Xhelal Ko Prënska. Ajo s'është firmë, ajo është vetë tim. Faleminderit. Të hedhësh firmën në një të tillë dhe të lësh amanet një adhe, një shtet, nuk ka akt më të lartë për një njeri. Ka që ka bërë ai, e ka lënë gjurmën e vet. Ismail Qemali aty poshtë, jo Ismail Qemali, më fal. Ismail Qemali është me gërma më të prit, domethënë ja, Ismail Qemali shqipari aty lart, majtas lart atje. Majtas ja, në të majt atje. Dhe Xhelal Ko Prënska po. Foto e tjetër? Tani ja zoom këtu me këtë foto. Tani ti more vesh ai kishte hedhur firmën apo pe këtë dhe pastaj pe atë? Ja, më thanë njerëzit. Si të thanë? Më thanë njerëzit që gjyshi jot ka kënë atë proklamatë. Po, njëva i farë krenarijet... Një fare, jam unë krenar, unë them të bërtas jam krenar që Xhelal Ko Prënska ka firmon së vëtit, një farë, qa fare më? Po si të erdi kështu që e këshin zhdukur nga historie? Po, me erdi keq, erdhe ndjeva, kemi qëndruar të requr, kemi qëndruar të shtypur. Për çdo ditë shifin nga mrapa, mos na vinë në sigurimit, shpesh na kanë dhënë agjentat e sigurimit. Mua dhe Xhelalin, veç edhe Xhelalin veç, edhe më kanë kërkuar edhe letër mjaftimi në rrugën, tu kanë djalë 16 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç. Tani, pse e kanë bërë Xhelalit këtë? Po, unë mendoj pse dhe këtë desha ta them dhe ky ka pasur disa toka, të cilat i ka trashëguar nga jati Talib Bejko Prënskës. Ai kishte një pjesë të Skarparit, kishte edhe në Berat ka pjesë. Unë i kam ato. Janë të gjitha ato trashëgimit që ka pa... Po kishte toka pa pasaj Bej, do kishte toka pa pasaj? Po, lufta e klasave nuk e ka pëlqyer. Gjithmonë ta Beler i kanë urryer, por ta kapish faktikisht. Ta Beler, ky ka marrë në Turqi, ka pas një farë shkolle, ka pas një farë kulture, një bujk me pluk, nuk mund të mendoj se si ta shpëtoj Shqipninë. Këta që kanë pas lapsin dorë, që kanë pas shkollën dorë, që kanë pas pasunin, cilën e kanë vu për arsimimin e shqiptarëve, edhe për të mirën e shqiptarëve, ta kanë mundësi, ta kanë investuar. E donte Shqipërinë kur nuk ishe Shqipëri, zoti Ko Prënska. Xhelal Bejko Prënska e donte Shqipërinë kur nuk ishte fare Shqipëria. Ai ishte akti më madhor i një njeriu. Ju tha që kishit pronën në skrapar, ore se mos do me marrë skraparin tjerë. Ja, marrë. Se ka në njeri thot na erdhi ky nga Amerika do me marrë skraparin. As një mënyrë se kam ata mendim, mandej unë s'jam vetëm, janë edhe stërnipat e tij, janë. Okej, se ky ishte për shaka. Foto tjetër? Tani kjo është vrasja. Tani ja i aty që i ka zënë pusi, kjo është skice, unë dua ta përshëndes. Gjeq Diko, piktori i njohur Gjeq Diko, që ka bërë një skic mbështetur mbi rrëfime, se sigurisht ajo nuk ka saktësi 100%, por pak a shumë Xhelal beu në krye të një grupimi të armatosur. 30 vetash. 30 veta, në qafën e Martës. Dhe ai në pabesi e ka qelluar me një tek plum. Me një tek plum. Ska qenë si sniperist. Po kjo është e vetmja pamje, imazh i vrasjes së Xhelal Bejko Prënskës,
më 21 tetor 1919. Po. Dhe ai ishte zgjedhur dhe delegati i Kongresit Lushës. Për Skarparin. Dhe nuk shkoi dot. Nuk arriti. Po është në liber, aty e ke delegati i Skarparit, Xhelal Bey Komprence. Xhelal Komprence është dekoruar mbas vdekjes me urdhrin flamuri kombëtar për aktin e shpalljes pavarësisë nga presidenti Bamir Topi në 100 vjetorin. Duhet përshëndetur edhe zonja Josefina Topalli që ka bërë një pritje. Po, i ka dhënë kushërirës time të parë, Lili Koprenskës. I ka dhënë medaljen. Po se mori ti? Unë kam qenë në Amerikë, edhe m'ka lajmëru njeri fare dhe s'kam ditë gjë. Po ti mbas të vjetës se more veshët gjyshyt kishte firmosur. Po, kur më thonë njeri që ku do di unë. Foto tjetër. Kjo është guri, po. Tani, ky është guri monumental që është vënë në vendin ku është vrarë Xhelal Bey Koprenska në qafën e Martës. Këtu është ose ajo proni dëllinjës diçka kështu. Po, ajo është Dora Heraldës. Po, Dora Heralda. Se Heralda Bazën duhet. Edhe emri i saj është aty poshtë Heralda Bazë. Ka dhe të tjerë, Gjergj. Jo, Gjergj s'ka gjë emrin vetë. Heralda Baza 10 korrik 2023. Heralda një Edi Durham shqiptare. Do të thonë nëse Edi Durham erdhi nga Anglia dhe shëtisten për Shqipëri, Heralda një shqiptare, një skrapallesh 24 karat, udhëton në çdo cep të Shqipërisë, vishet me ato kostumet dhe mua më habit. Po bravo e madhe për Heraldën që ka bërë këtë. Ajo dha një kontribut shumë të madhe, e falenderoj shumë. E kam falenderuar dhe ta kam treguar dhe atë falenderim. Tani, ky shkëm, ky cop shkëm, kush marr? Këtë e ka përpunuar një skarparli dhe e kanë vendosur. Heralda unë se majmë men e ka emrin. Da frasë Heralda në studio. E ka emrin, kanë qenë 4 vetë. Dhe është marrë nga një shkëm aty afër? Ka marrë është një punojës guri në skrapar që punon të gurët. Se kjo është shumë e madhe, është masiv i madhe. Me skavator, shumë me vinç. Foto tjetër? Këtu është vendi. Po. Ajo e i shtegu që e kanë qëlluar. Po. Xhelal Koprenska. Ati në qafën e Martës, këtu është fix. Po, foto tjetër? Ja, edhe një pamje tjetër e vendit, ku kalon atje. Në faktikisht kena kalon një si pyll, po kjo mund të jetë vite përpara. Jo, kjo vite përpara është, po atje pyllon, se që do ketë atje. Atje ka qenë një shteg për të kaluar në zonën e Korçës. Po, ashtu ishte, shteg, kaq. Po gjelbërimi është kështu. Po, palare ishte një manhi. Kishe vajtë asnjë, tani do të pyes. Foto tjetër? Tani prit këtu. Ti kishe qenë ndonjëherë në Koprensk? Jo, hera pa. Asnjëherë. Kur vajte? Me 27 maj të 2025, për herë parë. Do të thënë 80 sa vjeç? 2 vjeç. 82 vjeç vajte për herë parë në Koprensk? Në Koprensk nuk arritëm, po shkuam skarpar. Po Koprensk se ajo zona aty, Dhe vajte te vendi ku është vrarë gjyshit. Po, me 29 maj 2025, që kombinon direkt me ditën e ekzekutimit të Xhelal Koprenskës, me 29 maj të 1979. Ti skrapali 24 karat, i rritur në Shkodër, vajte në Skaparçan, ndjeve në një gjë? Pa tjetër që si s'njeve, po gjithmonë kam andru për Skarparin, po kam pasur frikë të shkoj. Dhe e kam djerë vetën krenar që jam Skarpari. Frikë nga Skarpari? Po si. Pse? Po dërë 90-ën kishin frikë në... 90-ën? Po dërë 90-ën. Të shkrini komunistë? Po pastaj ika në Amerikë. Edhe nuk erdha dërë 2008-ën. Pastaj... Nuk erdhe dërë 2008-ën? Po i herë hodha tregur, thash nuk vi ma, thash këtu. Nuk vi ma? E urreve vëndin tënë? Jo, nuk e urreva. Kur e dhkure ke pasë urrër të këni? Ja, urrër, se kam urrër. Ani gjyshit ka firmosë pavarësirore, kuptot që në galën? Po, pada kam pasur kaq një ecuri, kaq të keqe, por shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Për shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Përse po titurin Skarpar? Ja, po a do t'isha gjallë sot, nuk do t'isha gjallë. Edhe ke? Ja. Ma ja, se Skarpalin sa për. Asi nuk ka vuajtur në Skarpar nga këta të ndikur të politikë. Kush e di, nëse, po komunismi ka qenë shumë i theksuar. Kishim frikë të vinim, me të thënde. Nuk kam shku në Korçë. Në 2008 kam shku në Korçë. Kam marrë prej aeroportit e kam shku në Korçë. Kishim frikë? Po tani ke frikë? Ja, të shi, jo. Po Grades kam shku për çdo vjet, në Korçë nuk kam shku. Tani, kishe bërë në i veprim në një gjë kur më rriten Skarpar për herë pse, vajte për herë parë.
Po ju fala Perëndis dhe i falenderova që më dha mundësinë të vinë skrapar dhe rash në gjunjë dhe putha të tokë të bekuar ku të partë mi luftuan dhe dhanë kokën e tyre për lirinë e skraparit dhe të gjithë Shqipërisë dhe për një Shqipëri të madhe. Më emocionova me këtë, do të thonë ti shkove në skrapar, 82 vjeç, ule në gjunjë, puthe tokën dhe ju lutet Perëndis të bekonte atë popull dhe atë vend. Pa tjetër. Shumë. Dhe jetoj gjithmonë me Shqipërinë edhe me skarparin ku do që t'jem. Dhe pse jam në Amerikë, jam penduar për atë veprim që kam bërë që do iki s'do kthehem. Je penduar për atë, që odha ata gurët. Po. Edhe pasaj ka pas rase ka ardhur dhe nga dy herë në vit, por që të bën emigracioni. Me qëndroj, me sho qëndroj jetë, mbeta 3 vjetë pa ardhur. Qëndroj jetë bashkërti, juaj? Po, para Gushlime. 2 vjetë bëhen të shjelë ja 2 muaj. Gushlime. Falenderit. Tani, në gur shkruhet, këtu më, se kuptojnë, 21 tetor 1919, u vra pa besi, ka dhe orën atje. Se ka rënë ajo, kanë vë një incisivë, jo, sështë ue, është një incisivë që kanë vë me një të plakën, a e duket nga të si ka shkri dhe ka raja. U vra pa besisht në kryet të detyrës. Po, në kryet të detyrës është. Firmtari i pavarësisë së Shqipërisë, Xhelal Bej Koprënska. Me mirënjohje Eralda Baze. Eralda, 10 korrik 2023. Ka një mirënjohje Eralda për atë që është bërë, do të thëmë për gurin e math, aty masivin në Shkëmbor, po edhe një mirënjohje për Eraldën. Unë putha atë gur dhe kam larë me lot, por ata a isho, po. E kej bashkim Musa Belliu në gëzim, Musa Belliu ka qenë prezent në atë moment. Edhe lava me lot atë gur. Para me 29 maj 2025. Në 20... Si të pritën atje? Jo, shumë mirë. Skrapalin, si të pritën? Po, më pritën jashtëzakonisht mirë. Hamet i knaqër. Edhe me dolirë. Po, më përqafuan, më dhanë, pysin, kush është... Po ti ishe një i Beut, nuk të thanë njeri që nga ka pirë gjakun Beut? Ja, jam takuar me kryetarin e bashkisë, i më ka pritur në njërë të jashtëzakonishme. Një mrekullueshëm. Po, më ka pritur... Të ka pritur? Po, si. Bravo, Adriatik Lema. Bravo, Tiko. Dhe... Ka në një këshu për të vënë emrin një institucioni, një shtatore, një diçka, ka në një misë, se Eralda është iniciatore këse. Fola me zotin kryetarin e bashkisë, e cilën e falenderoj për interesimin, me gjithë se ta kanë bërë një 4 kërkesa për të nxjerrë nga... Tani për gjithë ata që nuk e din, Xhelal Bej Koprënska nuk ka varë, ose më saktë nuk dihet. Mendohet që në një grup varësh në Gostënsk, aty mendohet që janë dhe eshtrat e tij, por nuk dihet se kush janë. Tani, Eralda më tha që duhet bërë analiza ADN-s, marrë inde nga kockat, nga mbetet atje, por edhe nga ju që jeni pasarsi. Pa tjetër, e kam pranuar, po kjo varet nga kryetari bashkisë. Këta kanë bërë një avokatin që unë se mbajmën, ka bërë 4 kërkesa dhe më tha që janë bërë 4 kërkesa. Fatkeqësisht, unë bisedova, fatkeqësisht, do më thënë, në moment, nuk e përcaktova për nxjerrjen e eshtrave me kryetarin e bashkisë, po momentalisht e kisha mendjen te monumenti, e kisha mendjen te vendi ngjarjes, duket edhe s'kam... Jo, tani, të lutem, nuk e përcaktova herë ç'a do bëhet me eshtrat e këtij njeriu. Nderuar, kjo nuk është gjë lokale. Unë them që këtu do ta bëj qeveria, jo bashkia. Bashkia nuk i ka fuqit. Po, kujti drejtor... Ja, moj, bëjmë thirrje këtu qeverisë. Po, mja. Kryeministrit Rama, po. Ministrisë, cila ministri mund ta ashtu këtu? Ministria e Mbrojtjes ose Ministria e Kulturës? Këto dy, unë se di. Që ekziston mundësia që eshtrat e një prej firmtarëve të pavarësisë me një analizë ADN me zotrin që është nipi i tij dhe në një grup varresh atje, të gjenden dhe të varroset siç i takon me nder. Dhe këtë gjë, unë bëj një thirrje nga ky emision, duke pasur prezencë edhe nipin e Xhelal Bej Koprënska, që kjo të realizohet, sepse është madhështore dhe zoti Rama për tilla gjëra serioze. Ti mund mos jesh fare me Ramën, po për këtë se ai ka sjellësh, ai është e Qermbej Vlorës, ai solli. Mitat Frashit ai solli. Po. Zoti Rama bë edhe këtë se Xhelal Beu ka hedhur një firmë të rëndë. Jo vetëm që ka hedhur firmë, po edhe ka luftuar mbrapa për ato. Sigurisht, po firma ishte thash vetë tim. Po, foto tjetër.
Tani, unë këtë foto dija që është vetëm ai në mes, Xhelal Koprënska i riu. Nipi Xhelal Beut. Nipi Xhelal, po. Unë nuk e dija që ai në cep atij ishe ti. Po, unë. Paske ken Kingmer në Shkodranët. Po, Shkodranëse. Ndërsa në skrapar do thoshin po ti që nga Alamet Burrio o Avdyl. Hajde pino një godraki. Pa tjetër. Kështu do thoshin skrapalin. Tani, më trego pak këtu jeni në Tiranë. Në Tiranë. Ja, ministrit. Po. Ministrit, po? Ky është Gzim Qela. Kush? I dyti? Ky mos me jetë. Po, i dyti, duke qeshur. Po, që ky ka qenë për burgje, heroi burgjeve, ka qenë pjesë edhe në revoltën e Spaqit, po shpëtoi gjallë. Edhe ka vdekur para një i vjetit, një 90 e sa vjet. Xhelali? Po, Xhelali, ky është shoku jem më i ngushtë, do të thush, Aqif Plaku, djali Hajro Plakut dhe nipi i Rexha Plakut, qose i ke dëgjuar. Po, tani, Xhelal Koprënska, kishte një probleme i ndorë? Po, kishte me problemin ka pasur me lengjita poliomelit. Ku ishe fëmi? Po, kur ishte fëmi dhe tezja, pasaj ka quar një vend të shenjtë që e shpëtoi se ka qenë duke mbaruar dhe nuk e ka pas të muskulin e kraut majta vetëm me kraun e djathtë, po kishte kaq të fuqishëm, sa e merrte karrigen edhe e ngrinte. Tër fuqia kështu, kishte edhe nuk kishte përëndin që me athy dorë. Unë jo, po me shumë vetë. Tani, kishe për ndërë që ishte nga skrapare, po i vinde qikë? Pa tjetër. E thoshtë, jam nga skrapare, ja? Pa tjetër. E thoshtë, e? Pa tjetër ishe shumë i vendosë dhe shumë parimor. Ore, ti nuk ishe frikë shumë gjajaj, po nuk ishe frikë marin të fusin dhe ty në burg që rrje me dhe? Jo, s'kisha frikë. Na kanë ndjekur. Na kanë ndjekur policia. Kur e ke pasur momentin më të vështirë të ndë? Unë atëherë kam qenë vetëm, sepse me Xhelalin i kur ishe dhe më ndryshe, edhe unë shpesh e pyesja. Unë mendonja për diçka që edhe mund të arrestoheshin nga momenti, por nuk donja të flisesh se në shtëpitë tona vetëm kundër komunizmit flitej. Edhe unë qysh 3-4 vjeç që kam futur komunizmin kundër në dejt e mi, sepse mama ime lutesh e thoshe, ja Allah mor komunizëm, mos bësh hajër. Ishte turqish mamaja? Jo, fliste greqishën e di. Po ishe turke? Po turku, po ka lindur e rritur në Greqi, ka bërë shkollën në Greqi. Do të ishe një antikomunist i thekur? Po, qysh... Ure si ja be me Skrapalindo, se Skrapalindo kishin antikomunistën. Po, pikërisht, unë kam në i largë, edhe qysh 6 vjeç sa dirë jam rritur me zërin e Amerikës, edhe me radion e Londrës, edhe më vonë të Vatikanit. Cili ishe Skrapaliu që ke dashur në jetën tënde? Ka pasur një Skrapali që ke dashur? Në i figurë? Po. Për zonë, nuk e di... Nuk di shtë. Nëzirë Skrapari, plot figurat tani mësë. Po, ka pas, po nuk kam qenë aqë konfident me atë. S'kam qenë konfident. Xhelal Straveska? Po, më ka pëlqyer se kritikon babën tem shumë në një vend, ma kujtove, kam lexuar se baba im ishte altruist edhe ndihmonte komunistat partizanët. Dhe i thoshe pse i ndihmoi? Po, edhe i ka thënë. Dhe ka bërë gabim babi jot? Po, ashtu thoshte. Jo, ti mendoj që ka bërë gabim? Ai nuk ka bërë gabim se unë... Sigurisht s'ka bërë gabim tani, ata janë njerëz Jo, gabim s'ka bërë ai se unë të njëjtin gjë bëj sot me shqiptarët. Se unë vetëm me shqiptarët merrem. Duke dikush na ka mallku se të merresh me shqiptarët, domethënë me vrap veten se shqiptarët janë Allahu na ruajt nga njerë. Po unë me shqiptarët merrem. Jo, të merresh me shqiptarët nuk është. Unë lash zyrën se më thirrën me qenë përkthyes pranë shtetit të administratës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si përkthyes, ku më bën një intervistë me dhanë përgjigje mas i vjetit e gjys, dhe pranova të rri me shqiptarët dhe për këtë punë hapa zyrën dhe e kam me emrin Skrapari Travel. Skrapari Travel, Po, kështu e kam. Në New York e kam. New York? Ku në qela gjë? Në Ridgewood, New York. E ke shkojtë të Skrapari Travel? Po, Skrapari, po nuk e kam biznes kartën. Ti s'kishe qenë asnjë Skrapar? Vajte 82 vjeç. Jo, s'kam qenë. Ua, sa bukur. Jo, do ta gjej unë këtu dhe do ta fus në telefon. Sa bukur, sa bukur. Se e kam biznes kartën diku të futur këtu dhe ta çoj. Tani atje në Amerikë u murresh amerikanëve që gjyshim ka qenë firmtari i pas? Jo. Fare, po pse? Se kam zakon më mor. Po ne Skrapalin, murremi një çik. Po mburem unë se. Që ke shkodranizuar. A thua? Me vërtet jam shkodranizuar. Po. Foto tjetër, po ne mburremi një çik në Skrapalin. Jam i jugut, po jam rrit në veri edhe unë si Xhelali. Tani më shpjego pak këtë. Kjo është një pllakë e cila këtu ndodhen dhe kanë hyrë
tezja e mamas time dhe xhaxhai im. Në të njëjtin varr janë aty, eshtrat, ë? Tezja vdiq në 1988 në prill dhe xhaxhai ishte në Tani ti marrim me radhë lart, Samiu. Xhaxhai yt. Po Samiu u varros në në Vorresat e vjetra të Shkodrës në Dobraç. Dhe i bëm bashkë. Edhe i bëm me tezën. Nur Freza kush është? Nur Freza e shoqja ose tezja mamas. Doktor Aliu është babaju. Babai im që e ka marrë dikush e ka qenë në kadria i përgjegjësi Vorreve, e mori aty atë. E kishte eshtrat, e gjeti eshtrat, ë? Jo, babai im e ka varrin në New York. Në New York. Po, mori atë, e morin fotografi, mori atë dhe e vendosëm këtu. Ai mori thjesht për se dhe Xhelali nuk e ka. Dhe Xhelali s'ka varë. Pra, s'ka varë. Do të thënë, Xhelal Koprënska, Bej Koprënska firmtari nuk dihet varri. Po, atje në Gostansk. Po jo, po nuk dihet. Ja, nuk dihet. Dhe Xhelal Koprënska Nipi nuk e dihet, se i ka qenë Gereca ai prokurori, e kam aty të shkruar, megjithëse Lilia ka shku disa herë ka takuar, ai nuk ka pranuar që të jepet vendi ku është varrosur, ku është vendosur, dhe ka qenë bashkë me Fadil Komanin dhe Vangel Lezhën. Të tre janë në një vend. Dhe ky Fadil Komani është daja e atij ose Kunati Dilaver Poçit ose Sadik Poçit, që ka nip nduhet. Edhe ata nuk janë interesuar për të nxjerrur eshtrat e këtyre martirëve të demokracisë ose të Shqipnisë. Këtu mos është Çorovoda. Jo mos është, po është Çorovoda. Po. Për herë të parë. Pëlqeu? Po patjetër. Pëlqeu. Pëlqeu. Jo, pëlqeu qyteti. Qyteti i vogël, po i mbledhur. Jo, i mbledhur bukur. Pëlqeu? Njerëzit si ishin? Po të mirë ishin, kam hangëri dreke në ngret dolli me ta. Pive dolli si Skrapalia? Po mundova. Po nuk thanë i Skrapali, ti që nga Shkodran prej Skraparit? Ja. Se Shkodran prej Puke kisha gjorë, po Shkodran prej Skraparit i me thënë drejtëm? Nuk më thanë, ja. Nuk të thanë, ja. Po ti që nga përpjekur atëre të mos flisje shumë si Shkodran? Po nuk duhet kem folur, se edhe nga herë dhe ndroj. Ndronë, Po, edhe ndroj. Si është Skrapari për ty? Për mua ishte një vend i mrekullueshëm, ishte një natyrë, një ajër, edhe e admirova shumë me orë të tëra, qëndrova me shokun tim Bashkim Musabelliu në Nishic, ai kishte bërë një vilë shumë të bukur, dhe përpara kishim një pamje të jashtëzakonshme, dhe në fund ishte mali i Gramozit me pakëre diku rrugës më tregoi dhe baba Tomori. Po. Kthej Tomori edhe i Gramozit. Tomorin për aty nuk shifre, po ma tregoi gjatë rrugës se ku është Tomori ose baba Tomori, dhe hallat e mia shpesh thjeshin për baba Tomor bashkë. Thoshin hallat, i mban mend? Po, si majnë mend. Për Abazali. Për Abazali. S'ke qenë në Tomor? Jo, në Tomor sa. Shkoj Jershilliku, ka në një krajinë kaq të fortë Jershilliku sa Skrapari? Nuk e di të them, por ishte me të vërtetë diçka. Se unë kam qenë mësues në Lek Bibaj. Dhe ande ishte kam qenë ja 2000 metra lart në Salç të Lek Bibës, dhe atje ishte një mrekulli, ishte një... Po kanionet i pat? Kanionet e Usumit i pat? Kanionet? Jo, nuk i pat? Jo, si pat. Coloradot janë kot për para këtyre? Po. Ke bërë gabim? Do të shkosh? Po, unë edhe pak kohë kisha, edhe nuk e kishim programuar dhe nuk e dinja, unë e digjova kanionet e... Kanionet, digjova. Por nuk pata kohë... Në Colorado ka i qenë? Në Colorado jo, por në kanionet e... Kanionet e Coloradot? Jo të Colorado, të Arizonës. Të Arizonës, ja ato të Colorado. Këto janë gati, është 26 km kanion, nuk kanë bot, ka gjatë. Të fillojnë aty, në hyrje të qytetit dhe do thënë janë pa fund. I kam parë, i pash dikur në fotografia të në një nga ato klubet që i hyra. A ke njoj dhe lidhje me Skrapalinj, me Mbjemi Koprënska, që mund t'jetë tutë, që si e bërë? Ka kështu të kanë dhënë njëja? Jo, nuk kam. Nuk e, se ta janë familje e zgjerë, po pra ka shumë Koprënska. Ata Sejt Koprënska kanë qenë në Elbasan, po ne jetuam në Shkodër, plus ishim dhe të persekutuar, sepse edhe Xhaxhai im dhe këta përfunduan Shkodër gjithë, dhe Xhelali dhe këta gjithë përfunduan Shkodër, po dhe lidhje me ta s'kishim. Por kam ta të njoftur që i kam ta afër Kurshri, por nuk janë këtu, janë në Tiranë si Selam Koprënska, Flora Koprënska,
Selami, po. Selamin, ata e kena kushëri. E keni kushëri, Po, ka një po. Edhe Florën, motrën e ti. Ma ta jam lidhë shpesher. Je lidhur? Po, edhe kam folur me ta shpesher. Edhe me të shoqin me Ismet Bilalin, të shoqin e Florës ka qenë... Tani, si është jeta juaj në Amerikë? Më trego pak se 34 vjetë më, pas ka edhe sa gur pas, po pasaj i gjeta do gur t'i ktheve. I futa prap në gjep. I futa në gjep, e burga. Do dhe i ftau gur, dhe pasaj i mori. Po, vendlindja është graviteti. Pa tjetër. Si është jeta juaj në Amerikë? Jeta ime në Amerikë, unë falenderoj Zotin e Madh që na dha mundësi me shku në atë vend bekum. Je besimtar? Disi. Ku beson? Në cilën fund? Po, si musliman, se këtë sektin Bektashi dhe muslimanizmi ne nuk e aplikum masi u ndalu nga qeveria. Kjo është Koprenska? Po. A është Koprenska? Unë e kisha parasysh në ryshe, po nuk mund të me shku der aty, se më tha nuk shkoni do të, po. Se është një qikë vështire, tani ma kaluar nga regje, kjo është Koprenska. Do thënë është një pjesë, vënd malor. Po, dhe si është jeta në Amerikë? Jeta në Amerikë nuk është e kollajt, duhet e para punës, jo se e në gjendje që të mësosh dhe t'i futësh një, e ke rrugën e qilur, njeri nuk të pengon, njeri nuk të shtëngon, me vërtej jemi një tokë të uaj, po kemi mundësi mund shvillu edhe me esë për para, më tepër se sa në vendin tonë. Sepse në vendin tonë ne shqiptarët në sulmojmë njëri tjetër me brylla, në selam njëri tjetër me për para, atje së të pengon njeri. Atje mund të hapish biznesin sot e mund të ambyllish nesër, unë kam një biznes prej 30 e sa vjetësh. Kjo Skarpari Travel? Skarpari Travel, dhe nuk kam pas, më kanë ardhë, më kanë kontrolu nga shteti, edhe më kanë dhënë dorën dhe më kanë përqafuar. Me gjithë fjalë të këqija që kanë folë shqiptarët kondorët, të cilët unë i kam demuar. Dhe shqiptarët, sa shkelin në Amerikë, merren me mua dhe unë mundoj me ju nxjerr ato. Pse punon akoma në këtë moshë, 82 vjeç? Po, 3 punë kam. Sa ore? 3 punë. Pse kaq pak? Si 82 vjeç 3 punë? 3 punë. Çfarë punë bën më? Punë mazdite unë punoj në zyrë, ose jam në për intervista në migracion, ose në për intervistat e social siguritive, ose zyrat e publik asistencës, ose në zyrën time dhe në 3 gjys, në ora 4 i qerek jam Manhattan, ku shkoj për para, që parkoj makinën, dhe në 5 filloj punën dhe bëj pastrimet e zyrave. Dhe aty kam 31 vjetë. Po. Do më thënë, ti ke një agjensi Skarpari Travel, që është në emri që është një pronar, pasaj vete në një vend tjetër vete pastron. Po, vete pastron. Je i punësuar. E treta? Për ironit fatit, aty baba im kishte New York Life Insurance, aty baba im kishte një $500,000 në atë kohë, që ishte i siguruar, dhe unë atje sot pastroj zyrat e asaj kompani. Qa thua? Po. Po këto 2 punë, po e treta? E treta, unë jam roje deret në një palat tjetër, edhe punoj të shtunën prej orës 8 mjesit dhe në 12 natës, dhe të djelën prej 8 mjesit dhe në 12 natës. Aty kam 28 vjet i bëra me 17 maj, kurse në New York Life Company me 5 korik të këti viti bëj 31 vjet. Do dhe në 82 vjeç punon 3 punë, i fort e ima. Si duket Shqipëria kur vjen? Shqipëria më duket e kam si ndër dhe kur vinë Shqipëri ndjej një kënaqësi të veçantë. Dhe kur vi pra në New Yorku, me gjithse është gjitha e rrugë, nuk ndjej as pak lodhje dhe kam një kënaqësi të veçantë edhe ndjej vetë letë. Vjen për vit? Po, për vit kam ardhur nga 2008. Nga 2008 pra, se ishin gurët pra? Sa oqe gurët? Sa i fute gurët në gjep? Sa i fute në gjep. Pasaj kam ardhur nga 2 herë në vjetë. Edhe kur shkoj me mërzi. Edhe lodhem, edhe jam i smur për 2 javë së jam të rezi. Qëtë pëlqen në Shqipëri? Gjithë shka më pëlqen, dyqanet, njerëz. Tirana të pëlqen? Po si më pëlqen. Shkodra, sidomos me ambientin e saj. Shkodra? Ka ndryshuar shumë Shkodra? Ka ndryshuar, po do me thënë, prap se prap, ka mbetur shumë bushur me ato veturat e me ato rrugët e ngushta. Jo, rrim mirë këtu të Tirana njërë. Se ti ke jetuar në Tiranë. Po, pa marrë vinja shpesh edhe... Ky zhvillim që ka marrë Tirana, si e shikon me këto gradat qela, me këto kullat?
Po, në një drejtim mirë, gjëja e mirë është rëndësi ka që imitojnë perëndimin. Kjo ka rëndësi. Edhe nuk shohin nga lindja. Kjo ka rëndësi. Dhe kjo është. Po çfarë shikojmë nga lindja, po çfarë shikojmë kinezë dhe rusët? Po ku i dihet se nga herë me ne shqiptarës po na merret mend. Jo, nderuar. E di cila është ironia? Kur disa që bëjnë si nostalgjik për komunizmin, nostalgjik të ktheksuar, vinë si emigrant në Amerikë. Dhe thonë, lumë si ne atëri që ishim me rusët dhe me kinezët, por emigracion e bëjnë Amerika, më shkon përjetuar në Amerikë. Kjo është ironike. Dhe një gjithë duhet ta dini juve, ta dini gjë. Sa vinë, sidomos në shtetin e New Yorkut, sa vinë shqiptarët, po i qenjë se është një grua në moshë, e merë djali, i lidhet një ardhur prej $400 në muaj, kur ata dhe paguajnë djali ose vajza paguajnë qera, ose po qenë bore grua $521, plus dhe mbrojtja shëndetësore. Okej, si duke shqiptarët, jetojnë më mirë? Po, patjetër. Patjetër. Shima janë t'inguat. Po se ankohen për ditë, mo? Po ne e kena zakon mua në ku duke dhe jena mësu ashtu. Do këj popull që s'kishe buk të andë, thuaj? Këj popull që edhe ankohe dhe nuk janë të knaqër. Nuk janë të knaqër. Si duke të kryeministri Edi Rama? Për shumë, më zure në gusht. Unë me thënë drejta... Po tani këtu je në emision këtu, nuk je atje të jo, s'ka pari travel. Unë, përsa i përket, kam një eksperiencë 35 vjeçare në Amerikë dhe kam kaluar disa presidenta. Me gjithse për para kam pas edhe e kam ndjekur gjithë llojet qysh me Eisenhowerin e me tjeri kam ndjekur. Ti i djathtë? Unë i djathtë në temen. I djathtë? Po. S'ka ndryshuar ndonjëherë? Po. Po? Mirë po, unë në eksperiencën time edhe i kam admiruar gjithë presidentat e Amerikës, përveç këtë që është sot. Përveç Trumpit? Ja. Po pse? Nuk e do Trumpit? Nuk e votove? Nuk e aprovoj. Votove Kamala Harris? Votove Kamala Harris? Po. Atë votove? Po. Ore, po për Shqipërinë votove se për herë të parë mund të votoni tu? Jo, nuk arrita të votoj, po. Me thënë drejtën unë, Sali Berisha nuk më pëlqen as pak se me fjalimet që i ka bëj dhe me ata që i ka përru për Amerikë, janë duket diçka skifo dhe diçka pa vlerë. A i lasivita? Po. Kris lasivita? Për mos pa vlerë. A i ka këta futën nga tronë dhe me Manafortin. Manaforti ishte a i që i ka ndjekur në 2016, a i u burgos, sepse ishte doli i korruptuar. Po pse nëzori Trumpi, se Trumpi këta në gjerë gjithë njerëzit që i kanë mbrojt. Kjo arriti me ba 6 janarin e 2020-ës, që ishte një shkelje kushtetutës amerikane. Kushtetuta amerikane është si me qenë Biblia ose Kurani i Amerikës. Do të je kundër Berishës? Pse? Sigurisht që do t'jem, sepse... Ti e një djathë, kam fjallë. Nuk e kam për të djathë, po të nisen në parimet e lirisë, demokracisë, të cilat unë imsova gjatë ty në 35 vjetë, një njëri, në qofë se do vëndin e vetë, duhet t'jetoj 4 deri në 8. Pasaj duhet largohet dhe duhet ja lej vendin dikuj tjetër. Se keni dhe t'njëtën moshë, zoti Kopranski? Po, nuk është punat e mosha, është puna sepse kam 31 vjeta, 35 sa bajnë në Amerikë dhe shoh një ndryshim total përsa i përket sistemit të zgjedhjeve ose të sistemit të... Një njeri nuk duhet të qëndroj, sepse në krye, se ne u dogjëm me një njeri që nejti 37 vjetë, 34, 20, 50 vjetë sa ishte, 27 vjetës. Jo, e mori 24, e mori 24 dhe vetë di në 85, 20 vjetë. Kishim po të njëtë njeri, nuk mund të qëndroj njeri, babalartë e Amerikës, babalartë e Kombit. Po për Edi Rama? Edi Rama për mua e ka të tepruar që rinë më tepër se 8 vjetë. E zjedh populli, thot a i, më zjedh populli, s'kam që bëjon. Shiko. Nuk ma mërë mëne se zgjedhet janë kërësish ashtu si çdo populli, si këtu edhe në Amerikë. Se dhe Trump e erdi si vjetë, por me sa lexoj gazetat, e me sa shof, që marrë Wall Street Journal për ditë, diçka luhet, dikush e ka një peshë mrapa për ta vendosur. Për mu, Trump e ka ardhi vendosur, edhe është planifikuar për para nga oligarkia madhe. Dhe Trumpi nuk e mbron shtresën e mesme, cilën unë jam, edhe për shtresën e ultme, cilën unë luftoj. Tani flasim për këtë këtu. Po. Rama? Po. Po Rama ka
tepruar, 4-8 vjet, mrapa duhet t'ja lej dikujt tjetër. Të pëlqen Rama me ndërkombëtara se ka bërë disa gjëra që si kanë bërë tjerët. Po mirë ma është puna ti unë. Ja, punë e ti është, edhe tjerët e kanë pas punë ty, po varet se si e bën punën, ë. Po me ndërkombëtar. Mund të pëlqen që kanë ardha ata të gjithë Evropa, se Evropa sa pas kundër. Po pra kështu thashë, ore, ku e mësuar ne që një summit të vinë gjithë krerët e Evropës, të vinë Tiranë. Si thot Gjergj Fisha, thot, Evropa e dive si e qunë se s'kanë qa kryt për ne kur Evropa. Në këtë rast... Ajo kaja e montit e ke fjellë. Po, kështu që Rama ma se ka bërë një punë më pozitive që i ka pru ata, po edhe gjithmonë... Ka në një politikan që ti e vlerëson, shqiptar? A di që me thënë drejtë ka qenë i vlonjatje i Sheja që ka kënë Bolxane, ja kam një gjuhë këto. A Gron Sheja, ka një që ka qenë Bolxane, mua im ka pëlqy në këta. Me thënë drejtë, unë e të mund të kisha vatu. Po i lirë me të? Skarpali në të? Absolutisht. Nuk e vëton? Ja. Ajo është Skarpali, edhe mund tjetë Skarpali, por me qa flizet e qa shifet, edhe e ka me zëllumit të shifet. 4 vjet, 8 vjet, gjithmonë nuk mund të ri. Po në qo se rinë ta njerës, gjithmonë Shqipëria do mbetet peng. Pse e do Amerika Shqipërinë? Pse e ka dashur, mësak? Se tani sikur e ka umër pak interesin. Po e ka umër se vetë në shef ne që jemi pak si ato gurët e si Zhavori që lëviz si e merë ujë, lartë e poshtë. Po në base e ka umër dhe këto zgjedhje qëndruan plotësisht diferent, se vetë ne jemi pak, e di si jemi ne për mendimin them. I herë ishim me Jugoslavt, u përqafuam, i lam, kapëm Moskën, u lam, i dham Shqelmi, merë Kinën, merë njeni, merë tjedin. Ne nuk shkojmë gjatë, edhe unë e kam pasur këtë frikë. Që në fillim, kur u lidhe me Amerikën, thosha me vete, thash, rujna zëtë se edhe me Amerikën mund të prishën e mos përfondojmë dorën e slavit, jemi 1600 vjet në luft me ta. Okej, jemi në fund dhe për ta mbyllur unë do të bëj një mbyllje të veçantë. Po lexoj një pasazh nga kujtimet e Hajredin Bejt Sakranit, firmtar i Aktit të Pavarësisë. Zoti Luiq Gurakuqi e shkruajti deklaratën dhe filluam ta firmosim. Nuk harruam që ato rrallë t'i shkruanim osmanisht, se të parë që duhet ta merrnin vesh ishte simbolli që si jemi më tokë e kishim lënë shënden. Edhe mua më erdhi radha të firmosja. Habitesha herë si gjithë ta njerëz që në të shumtën i njëjaj që kur s'ma e mend e kishim kuvenduar pa edhe luftuar kaq na pru sahatit tok prap. Ismail Beu po dhe Luiq Gurakuqin e kishim njohur dhe pritur në sarajet tona. Xhelal Bej Skrapar po. Do thënë e përmend që po e firmën Hajredin Bejt Sakrani në kujtimet e tij për Xhelal Bej Skraparin. Një homazh, ky emision ishte një homazh për një nga 40 firmtarët e Aktit të Pavarësisë, pra Xhelal Bej Koprënska nga Skrapari, dhe unë kisha kënaqësinë dhe privilegjin të kisha në studio nipin e tij, djalin e djalit, Abdyl Bej Koprënska. Zoti Koprënska, të falenderoj dhe t'jam mirënjohës për këtë intervistë me të vërtet veçantë dhe që do mbetet si një referencë edhe për ata që duan të shkruajnë historinë me rrëfimet që ju keni treguar. Në qoftë me lejoni edhe një minutë, unë ju falenderoj shumë dhe kam pas një simpati qysh se kam parë që ju para disa vjetë keni shkruar për gjyshin tim dhe për më tepër Eralda Bazën, e cila i ka dhënë shkëndi kësaj punë për me ngrit figurën Xhelal Bej Koprënsës. Nërmjet të tjera do të themi, unë ndjej vetën sot edhe në Shqipëri dhe i persekutuar sepse më është rëmbyer shtëpia nga disa bandit, të cilët ata me proklamata falso, po edhe dje kam pasur gjyqin, me rrenat edhe me atë gjykata e rrethit Shkodrës nuk më jep asnjë të drejtë për të marrë pronën. Ai jeton pa drita, me drita të vjedhura, ai jeton pa ujë, me ujë të vjedhur, sepse unë ja kam mbyllur, sepse kontrata është në emrin tim, edhe të vllaut tim, dhe ata me paturësinë e madhe nxjerrin dokumenta falso dhe gjykata i dënon dhe nuk i merr, i kontrollon dhe kur nuk i jep urdhër për të nxjerr këta bandita që më kanë garbitur shtëpinë, plashkat edhe më kanë hedhur prej dhe kam gjithë kujtimet e babait tim.
në atë shtëpi dhe më janë zhdukur. Dhe sot, mas 35 vjetë e ndjej veten persekutuar në këtë vend i cili nuk ma jep drejtën. Nuk pa pretendoj për tokat që janë marrë. Unë i kam në emrin tem, nuk do me mi dhanë mos finapin, por shtëpia më takon, shtëpia është e imi. Dhe banditi jeton edhe e gëzon shtëpinë, unë kam letat dhe ka shtëpinë, edhe tallet, me gjyqje false. Duke më akuzuar. Për të vujtur kam vujtur shumë, por shqyqyr kam shpëtu nga burgu dhe nga internimi, dhe këtë ja kushtoj Shkodrës dhe Veriut Shqipnis, i cili më kam mbrojtur nga persekutimi komunist. Me gjithë dhe të unë disi jam persekutuar. Po pra, më vika shumë keq për këtë, po shpresoj që të zgjidhet në favor të ati që i takon që në këtë rast... Përsa i përket gjykatës Shkodrës, unë i kam shkruar dhe letër kryeministrit, e kam vënë në duke... Po e kam vënë që a i dënon njerëzit i fut për pun drejta që i fund burg. A i vjedh dritat edhe nuk i thot njeri gjë. A i vjedh ujën si thot njeri gjë. Kryeministri duhet t'japi një drejtim kësaj punë. Jo të ekzistoj një padrejtësi e tillë. Zoti Koprënska, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Edhe unë gjithashtu. Të nderuar teleshikues, ndoqët intervistë me zotin Abdyl Koprënska, nipi frymtarit pavarësisë Xhelal Bey Koprënska. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.